E enjtja sjell surpriza, moti bën kthesën drastike ja çfarë pritet të ndodh. Ditën e enjtë e vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Orët me diell do të mbizotrojnë në pjesën më të madhe të vendit. Vranësira të pakta kalimtare. Temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 19 gradë Celsius, ndërsa ato minimale në 0 gradë Celsius. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 5 metër në sekond, e cila hera herës në Bregdet dhe Lugina fiton shpejtësi deri në 12 metër në sekond. Valëzimi në detet Jon dhe Adriatik do të jetë i forcës 1 deri 2 ball.